Ndoshta fitoren e kam prit, sepse kena luftuar dhe kena punu shumë me vajzat që të arrijmë të kjo fitore. Ndoshta ajo ka shtrata, por unë jam i bindur të cilësi që kanë vajzat, të mundësi që kanë, dhe sot u shprehin më së mirit dhe du të falenderoj shumë për këtë neshje që na dhuroi gjithë. Në për të neshje tjetër, do të jetë më vështirë se kjo këtu. Do të arrijmë që të sjellin gjendjen fizike vajzat, do të mundohen që të sjellin gjendjen fizike vajzat më të mirë. Do punojmë këto 2 ditë që kemi dhe që të dalim aty me një rezultat pozitiv, sepse kjo është vetmja rrugë për të mbet këtu ku jemi. Ishte një fitore e rëndësishme për ne, pasi na jep motiv për më tepër për punu në vazhdimsi, patjetër na jep edhe moral, sepse kishim nevojë për këtë fitore, edhe ekipi vonoi për ty në lojën e saj, por në momentin që dolëm te goli, besoj se ekipi fitoi atë dhe mori guxim për të luajtur me topin edhe si dhe shënuar në vazhdimsi, kështu që jam e lumtur për ekipin, për vajzat që morën këtë fitore. Po, shumë e kënaqur, janë shumë ditë që na stërvit për këtë ditë, domethënë, edhe jam shumë e gëzuar që arritme të bëjmë atë neshjen që kena përgatitur.